Duket se mes Gjensilës dhe Besit nuk ka më paqe. Distanca mes tyre është bërë akoma më e madhe pas deklaratave që kanë dhënë për njëri tjetrin. Fillimisht ka qenë Gjensila ajo që ka folur për arsyet e divorcit dhe shumë kohë më pas ka vendosur të flasë edhe Besi, pas një heshtje shumë të gjatë. Por duket se ato që ka thënë Besi për jetën e tij private kanë çuditur publikun dhe kanë zgënjur shumë ish bashkëshorten e tij. Besi është shprehur se disa njerëzve i ka shtrirë dorën, ndërsa të tjerëve i ka dhënë bukën. Aktori humorit tha se ka diferencë me të dhënë një dorë dhe me të dhënë bukën. Unë ca njerëzve i kam dhënë jo vetëm dorën, por edhe bukën. Sot ato mendojnë se kanë prek majat e skenës, por thjesht i rre mendja se kanë famë. Kjo është përkthyer si një mesazh që Besi i ka dërguar Gjensilës, ndërkohë që Gjensila nuk ka qëndruar e heshtur, por i është kthyer keq ish bashkëshortit të saj. Në vend të fjalimeve të gjata, ajo ka zgjedhur refrenin e një këngë për t'i çuar Besit mesazh. Në këngën e publikuar prej saj në rrjetet sociale thuhet: "Ti je një mashtrues që vetëm xhelozon." Me këtë, Gjensila la të kuptohet se deklaratat që ka bërë Besi për të nuk janë të vërteta. Për më tepër, ai xhelozon për arritjet e saj, prandaj flet në këtë mënyrë. Besi dhe Gjensila vijojnë jetën e tyre artistike, e nëse ndjenjat e tyre për njëri tjetrit kanë mbaruar, ajo që ka mbetur është xhelozia skenike. Kush e djeg më shumë në skenë, Besi apo Gjensila?